Çka kena mësu na për Arditit me lujt? Arditit mësot qysh mus me lujt, jo me lujt. Më kanë thamë ti, ti mi ki dhonë do këshilla shumë të forta, do pëteza, për shka kena mësu na për Arditit, çka me thonë? Ti e ki kupju tha Arditin, e do me lujt ma mirë si Arditi. Çfarë logjike ka kjo? Unë e logjik ma dop s'kam po... Ka pra logjik, thjesht po mundohet që të suli Arditin kundër teje, edhe kundër meje. Mua më thot i ke thënë ti... Ore, mua më thot i ke thënë i pashpirt. Unë i pashpirt si kam thënë Labit që më ka prek aty ku s'mban. Jo më Arditit që s'ka bërë asgjë. Amo kjo se shka, kjo nuk dishes, kjo mo, ka puna empatis, kjo s'ka fund, e mi ka zut i kuna për empati. Nuk di që të prodhoj më. Po në regëll. S'ka qa. Ti s'ke shtu ti, pëse unë vëzovën. Ka djegur gjithë. Pëse unë, Ardi, unë të folë, shuj, s'keni nivel, s'mu muj. Thash, kush jebre ti, thash? Falë. Edhe u qartë puna, atër u po katastrofë, edhe i rapi shmanit, se s'ki nevojt ti, nuk jetë shefi jemi më thonë shuj. Dryshon me më thonë Arditin, dryshon me më thonë dikush tjetër. Me thonë drimi Klodi shuj, s'ki lidhe, s'ki të gjithë së prek, po pse kësë, unë e respektoj si njeri, s'do më thonë se ta shti kjo si njeri, se respektoj si lutar mu s'jellë shka dush. Base është i mërzitur nga ajo biseda që bët mbrëm? Jo, pasha zoten. Jo, pa e ke ma shumë fani lirë. Po e ka Ti s'po e trajtoje si fani. Ajo ishte një situatë fani që ti e ktheve në seriozitet. A di përshka, se pranoj ki drejten. Se e ka që të lojë diplomat. Që loja... Ka lidhje me diplomacin, ajo ishte shaka. Jygi, amo që ajo shaka... Unë kam gjithë kohë si them tradhtarë me shaka. Po, jo, nuk e thosh bis me shaka. Me shaka. Jo, për zotin e matë. Ku ka tym, ka dhe zajmë. Do më thonë qaj ty mi e ka një farë do më thonë që e shaka. Jo. Po jo, pra se ishte një situatë fani komplet. Se po thosh ti nuk... Total fani. Hajde ti pëse nuk thosh, po thosh se që kjo diplomacia tina nuk ka një farë loj manipulimi, një farë loj, hajde ta shty. Hajde dhe loj. O me dim janë. Unë kam vënë re të Arditi që duke patur një mosh, një status, nuk ka dashur të bëhet pis. Një gjë që kam zgjedhur dhe unë, por që me tone pak më të seksuara, në kuptimin që jam përfshirë. Kurse ai ka zgjedhur mos përfshirë. Ka synimet e veta. Ma të rrezikshëm janë shta se përfshihen se shta se shujnë. Më të rrezikshëm janë ata që përfshihen? E pra, të kundër të ndeshet thosha ndoshta. Gom. Arditi është në... Po pra, më të rrezikshëm janë ata që s'flasin, thua ti, e pra, po thet kundër. Po, që ata se s'flasin, për mu janë shumë më të rrezikshëm. Që ati me ju tut ma shumë. E para, e dyta, këtë sikur jashtë se ashtën, nuk rrezikon sen, ashtën edhe këtë loj. Por, nuk shkon ashtu. Pse? Se mas parti jashtë... Ti e njef nga jashtë Arditin? Po, karakterit su zbëllohet pak. Po zbëllohet, po nuk ta thush ashtu është jashtë. Po, son e riskant, nuk rrezikon. Nuk jetës... Po ti se di. Jetës sigur. Që ka rrezikuar Arditin. Po, sof. Hajde nejse, po vazhdojnë. Ko kam kuptu të Ardit edhe unë në sen, ashtën. Se qysh o mund që të thejet loja, të vjen shansa mu këthy dhe në Big Brother, janë një farshenje. E ti lunë ma dopt si... Ja, më dopt nuk është, po prap nuk është aktivizuar. Shka bani bedhe interesant? Po, disi është përfshirë pak më shumë. Ai, ufshi. Nga që së përfshirë e fare, tani ufshi, që po përfshirë pak më shumë. Arditi, a kur fshirë, kur të ashtën i konvenon. Përfshirë, po them, jo fshirë. Po përfshirë kur i konvenon. Kur e shef se shtu muj me i, thot hajtë përfshirë, ashtu ta bajnë dhe pak. Po e bën diçka më shumë. Nuk po bën maksimumin, por po bën diçka më shumë se çka bën. Amo rrezik shkon. Po jo pra jo. Unë e pëtë qa dje... A i duke që e ka zgjedhur këtë Unë e pëtë qa dje, tha shka po thosh qështu, mos përmen emna. O, thuj fol emna, bë burë, tha se shka ka tutu. Po nuk përmend emra Arditi. Arditi erdi pyetja nga publiku të darkat nominuarve, kush del nga këta dhe prap nuk e tha një emër. Për mua e ka zgjedhur me vetë. Edhe që ashtën, falë se po thamë, Hygi, pa e përna në nëshmonjeve krejtë, që si debata thamë pa nivel, tha unë tha nuk kam qefë. Gjë, në shka u nivel, motë? Në treqerekun e gjërave, unë jam bështes të mendim. Tu ka patur debate vërtet pa nivel. Hani dhe? Që ata kena rritë pro dinamikën ma të forte në mon histori. Po, s'ka lidhje. Jo pa nivel, do më thonë edhe shikus shka në këshu neve janë pa nivel. Pa nivel, jo, shmit e ka tani, pse për këtë shumë? Qëse debata jo në pa nivel, pse pro shikus për këshu këtë debata? Ka pasu pra debate pa nivel, është e vërtet kjo. Kjo s'ka të bëj fare me publikun, publiku sigurisht që do e shofi, dhe ato me nivel dhe ato pa nivel. Okej, ajo
Që dallimi me ty? Ti tha ka pas, a e tha debate pa nivel. Okej, pra unë po them, po ta marrësh në një përmbledhje, ka patur dhe debate pa nivel, shumë të tilla. Ka pas. E pra? Kjo s'ka të bëj me klikime. Jo, du me thonë ty se do me thonë... Klikime ka patur situata, sigurisht që do ketë klikime, sigurisht që është informatë që do ketë gjithmonë publik. Momentin që ke një kast me njerëz të ndryshëm nga njëri tjetri, gjithse cili me personalitetin e vetë, me forcën e vetë, sigurisht që do ketë sukses. Qëfar debate, oke në regël, ku e merë kjo guximi me thonë debata pa nivel, qëfar nivel debata pas Arditi, hajde. Jo, Arditi s'ka pas debate fare. Atë qyshe merë guximin me folat fjallë? Atë pyt Arditi. A dryshe ti me thonë se ti ki merë guximin Arditi. Po qëtu shqit se solutar. Merë guximin unë për të thënë sa gjëra. Nuk është solutar. Unë përgjigjen për ato që them vetë. Atë duhet me thonë, duhet mu konë vetë, me lujt tenis, për me ditë se a dhe me lujt dikush tenis. A jo veç me a fut për kurnet, kishim e kalzu vetën, unë jam mister Jo, se ke dhe Mourinho që s'ka lujt futbol, po është një trajner shumë i mirë. Jo, dhe ti s'mos pjadon, vëlla. Edhe ti s'pjadon. Ko, e kupton futbolin. Por Mourinho gëllit ta thot mendimin. Mourinho ka fituar tripletën. Po, Mourinho ta thot mendimin. A je dakord? Ose njërës ta thot mendimin e vetë. A ta thot Arditi mendimin? A ta thot Arditi mendimin? Jo. A në të shka? E pyt për hygin, jo, shkoj këtë bigu diplomaci. Po tash, si njeri, e di sa njeri mirë. Si lojtar, mu më qudit, më habit. Edhe ka kapacitetin, nuk e, një debat se ka, pa nivel, aty pa një matlut, na mos fal pa lidhje. Pa mo ajës ban me fol, për nivel. Aja Alba ta që kanë morë këtë rrugën, mi thonë njëzëm shilnegojnë, ti shu që aty, bolmat ti shu. Po më falë për kushin jo dë. Ajo i një jo prenartë të Big Brothers, me nga kalzune jo kur me më shilgojnë, kur me të shil. Të lutna, e që ata unë në vëzohet, ti s'ke shtu. Ti bolmat më shilnegojnë. Ata më kësaj damari. S'pat kur sen me atë rastin pram, betona në zëtë. Kur sen, po mu me, për rastin pram, kur sen, në në roba. Që mu gjujtë më shilnegojnë, ti tha. Ti bolmat ti më shilnegojnë. Atër u qarta. Nuk ka një njerë se fol tinza, nuk ka një njerë se shtin, kënë regël. Por si pjesë lojtare, me këtë diplomaci se e lunë, kjo më që di. S'pja kuptojnë e këtina, po mi e kitin ashta këtë që... Por e ta thash, Arditi e ka zgjedhur me vedie një gjëtë tjilë. Me logikën e vetë, ka bërë ato analizat e vetë, ndoshta ka menduar që të bëj një rrugtim. Okej, ti hek 20.000 euro për çmimit, se e ditë se s'fiton, a je dakord? Po, ja kam thënë. Po që aty shqitë se qëfar diplomati është? Ja kam thënë këtë. Po atë më falë, a parë me të vetë ty shka? Ma shumë kjo ka adaptu vjetën me qatë gjestë sa une. Se pas na bo bala. Unë ja kam thënë, ore. Po a del kjo njësë... Që në momentin që i thash, ti mund të kesh fituar pik në publik në kuptimin që u tregove bujar, po bujar jo me lekët e tuja, se normalisht janë lekët e çmimit, nuk i nxorri nga xhepi vet. Qashtu? Ama si lojtar ke humbur. Edhe si karakter. Si lojtar ke humbur sepse të kthesh një rival në lojë, pavarësisht se Toni s'diti ta shfrytëzonte, pavarësisht se ishte djali i zgjuar, por të kthesh një rival në lojë, mrapsht, dhe edhe ta pagush 20.000 euro nga çmimi për të kthyer rival në lojë, unë në logjik loje nuk kja kapja do të farë. Po jo, edhe karakter. Është pyetjen tjetër. Pse pas aktyje Tonin? Ka zot drejta mohin pak ma thellë, që po thamë ne. Si pas ti, hajde. Tani, unë nuk e di pse ka kthyer ai Tonin. Ai pendoj ka... Mund t'jenë 100 arsye. Jo, për interes vetin. Ja. Për interes vetin për çfarë? Nuk ka thonë ashta mësën me lujtë son regjisërës, di shka. Jo. Dëgjoj. Arditi është shumë i zgjuar, ka artikulimin, ka fjalorin, dhe nuk ta them me sigurit plot që nuk ka nevoj për askën. Për askën. Po. Mund të ketë nevoj për partner, loj, mund të ketë nevoj për aleancë, po. Po nevoj, dhe më dhe që t'ja ndej nevojën dikujt për të luajtur jo. Të ta them me firme me vërë. A bon fund ditës hygi, se cili ka nevoj për dikan. Edhe jetën jashtë. Pa tjetër. Aleat, po.
Po jo se ka nevojë se nuk është i zoti. Në lojë do shkosh dhe me aleanca. Do shkosh dhe me partneritet. Por që tjetë i paaf se i duhet pa tjetër dikush, që ti, jo. E pse nuk ka rrezikant fare hiç? Si? Po e ka zgjedhur pra, unë të paktën kështu e kam kuptuar. E ka zgjedhur një formë të tillë, nuk do të bëhet pis. Nuk do që të dali nga bigu edhe të ketë, siç thot vet, arlla urlla. Okej. E më Artina kjo pyetje, qofse ti të kujton që ka qytetar bujare, që ka qytetar pise i paqes. Si jo mundsh me të 20.000 euro mja fal, kur 20.000 euro një familje Kosovës 5 vjet nuk i ruan. Ose Shqipërisë. Po nuk është se u fa, ajo ikën nga çmimi i madh. Po pse banat bujari i dashur? Por bujarin pra se ku ti? Jo, aty ka tregu dhe shumë karakter, por s'po du me hima fell. Nuk ka kallzu aty. Jo veç lojtar, po ka kallzu shumë tjera. Po Labi, pse i fal 20.000 euro? Se Labi është, a di ç'është Labi? Da kuptu krejt. Labi i ka fal për një interes vet, i ka thonë të mu kthy tash regjisori, mëson ç'është me lut. Labi sa zban për viç interes. Labi edhe në Cabaku çot ka interes. Unë ato e di. Labi nuk ulet me asnjë person bot pa interes. A ki ti shok Shqipëri? A ulesh ti me interes? Jo. A, edhe unë i kam. A Labi sa? Labi o typical mashtrus low. A di këta low, se janë defekta. Por qëta mashtrusa si Labi, seriozisht mund mi mashtru do njerëzi, se mendojnë, se një nisin për vetë vetë, po mund të më konë korrekt, se më vetë korrekt edhe ngullet. Kjo është shumë rrezikshëm edhe jashtë, Labi. Se njoh. Po e njofti mirë, njef. Unë fati madh që kam pasur në këtë format është që askënd nuk e kam njohur nga afër. Fati madh? Fati madh kuptimi që përballjet e mia këtu brenda lojës kanë qenë me çka kam parë këtu brenda lojës. Nuk jam e ndikuar as nga jashtë, që mund të kenë ditur 1, 2, 3 gjëra, por i kam parë, siç i kam parë këtu, ashtu jam përballur. Qa është të dhune, po ai vetë ka thonë i kam 200 punëtor, vetë ka thonë i kam 12 milion. Po lëre qa thot ai thot kam investu 500.000 euro për këtë, të marrë sa thot Labi, as 70% nuk dalin të vërteta. Por në rregull, që shohë mundshme një person si Labi me shku kaq larg, me i kalu tonë ato nominime me që të loj pist. Sepse ju a kam sqaruar edhe një herë që lojtarë të këtij lloji krijojnë situata. Po. Dhe ky format ka nevojë për situata. Do më thonë sukur Dhe pastaj Labi ka kaluar nominime që kanë qenë 5-6 veta. Që gjithmonë ka pasur lojtarë që nuk kanë dhënë dhe aq shumë. Kështu që sigurisht do t'i kalosh. Si fjolla. Nuk është se ti je në nominime, po themi të forta, edhe i ka kaluar. Tani të themi atë që është. Si fjolla. Edhe Alba po njësoj. Qështë? Alba si ka ra shumë loja. Alba si ka ra komplet, jo shumë. Komplet. Tani thjesht bën lobim kundra Labit, që s'ka lidhje fare me ato që i ka thënë Labi, po thjesht e shef rrezik. Në Prime, e në nëshmoj krejt lovin e madh dhe Meksi se t'ja qitë video. Tani të gjithë po bëjnë llogari për vendet në finale. Dhe po sulmojnë me liru vende. Duhet ti që i hynë gjërave më thellë, duhet ta kuptosh. Se po thosh ti Labin kjo është e si rrezik? Po sigurisht e shef. Labi dhe Alba janë dy njerëz që me shumica e njerëzve nuk u aprovojnë lojën, por që janë të dy që kanë krijuar shumë situata në shtëpi. Okej, janë si njëjtë. Bravo. Njëjtë. Këta të dy. Të tjerët janë në terma korrekt, po themi. Kurse këta të dy kanë shku përtej, domethënë i kanë shkelur. Bravo, atë pse vërtetoj këta, se me mënyrën që janë sjellë me fjollën. Me fjollën. Kështu që ata të dy janë kokë në kokë. Shfryzohen njëjtë. Për finale, këta të dy janë kokë në kokë. Ka në shemë atë fort? Nga të dy. Dëgjoj, unë të dy tipet e lojës që kanë zgjedhur nuk ja aprovoj. Për mua, më pak horë është bërë Labi. Se sa Alba. Alba. Me mënyrën që janë sjellë me fjollën, ta vërtetoj këta 100% se aty do të lëtar shumë pat. Pik empatie me mujt shpirtin ta nxjerrin. Për mua ata të dy janë kokë në kokë për finale. Nuk e di a doja dalën, po se ka gjëra që do ndodhin.
por që kanë kriju situata në shtëpi, kanë kriju situata në shtëpi. Asnjëherë nuk i dihet rrugës. Po pa drama nuk ka ti, Hygi. Big Brother jeton prej drama. Na muna me qesh çdo ditën, me kcy çdo ditën, që shkujton lëndrimi, ama pa drama, pa strategjia, pa do potezat fort, Bigu nuk. Jo, lëndrimi është fort, nuk e rrezon dot lëndrimi. Për mua ke zgjedhur strategjinë e gabuar. Unë s'jam të mirë me ta hiç në herë. Jo, a di kur kam u mirë me ta? E kam kuptuar edhe unë këtë. Kur të bëhet loja më ngosht. E dakord? Po pra. Aty janë atëherë unë të bashkë aliancë dhe im shojna. Aty duhet më pohone të bashkë, çu ka thonë Olta? Për mua, Lëndrimi dhe Eliona për momentin janë fort. Puna është të rrëzosh lojtarët e tjerë. E Kloda? Klodi është lojtar shumë i fort, po është më... Jo, unë e mas prajmit, betohem, viç kam qef mi për cilë, jam dakord me ty 100%, ka nërë mi ngucë me fjallë, ama jo më mirë shumë me ta. Ore, finalja ka, po themi 4 ose 5 vënde. Ja shef vetën të finale? Dhe gjë, nuk i dihet asnjëherë. Ta banë me të pyet diçka. Duke diju edhe këtë e dinë ata se çfarë kapaciteti ki, çfarë forcë ki. Pelojnat kalumet, se kalumet, ku na më në këtë intereson. Në të ardhmen, qoftë se tash na shohmi se ngushtohet rrethi, ti duhet edhe një herë këtë fuqinë me morë shka ki edhe mi hi. Ore, unë nuk kam, dëgjë, patjetër, unë i kam pas përballjet e mia, nuk është se kam denjur urt. Unë ti s'mund më krahasosh mu me Arditin për shembull. A jeti normal marti këtë nivel tjetër? Jo, nuk po e them se po më krahason, po unë ti me Arditin? Jo. Nuk po e thoja në atë kuptim. Ti me Arditin je loj, sukur Messi me në lutar se ja kanë. Nuk po e thoja në atë kuptim. Loj, jo karakter. Jo, nuk po e thoja në atë kuptim. Po e thoja në kuptimin që të kapacitetit, të artikulimit, të moshës, eksperiencës e të gjitha me radhë. Paka shumë, unë me Arditin jemi aty. Unë e kam përdor më shumë se sa Arditit. Me dhe përballet e mia i kam pasur, situatat e mia i kam pasur, jo me shumic, por aq sa kam gjykuar unë që është e lejushme. Për karakterin tim edhe për personazhin tim. Unë nuk mund të bëj as Karagjozen, nuk mund të bëj as Llapazanen, e kam një status, e kam një kornizë timen dhe dua të rri te Gerta. Nuk du të bëj Gertën që s'është. Dhe brenda kësaj, kornizës time janë përballur. Kam arritur deri këtu. Tani, unë kapacitetin e kam, patjetër që po, por nuk jam tipi që të shkoj të sulmoj kot. Jo kot, jo. Pra, duhet më japësh një shkas që unë të sulem, ose të përballem me ty. Se kot, me tarti ti tunet aty, për që e vendat, dhe unë të filloj të vi, të sulem, unë se bëj dot, s'jam tipi. Dhe unë këtu kam gecur në një farë mënyre. Amo pak duhet ti Hygi, pak duhet me dalë edhe tipi vetës edhe me thona diçka, bi gjitha, du me kallëzu edhe pak Hygin e monster. Monster? Monster, amo monster pozitiv, jo monster... Jo monster do me thonë me dalë ti dashti jashtë njëse dhe me thonë qysh Hygi, ama monster me kallëzut vetën. Por e kam kuptu, jam dakord me ty se 300% duhet miloni hera hatë, me tyra ta bili, tash ku të mushtot rrethi. Mos harro se ta tash dhe dje. Të tre ata, pavarësisht se mund të kenë krijuar miqësi, janë fund ditës lojtarë. Dhe do vi momenti që do përballen me njëri tjetrin, kështu që mund të hanë dhe kokat e njëri tjetrit. A ki qefti më konë qatë moment ku të përballen me njëri tjetër këtu? Sigurisht që po. Nga një ateni pse? Pritëm për pres momentin, ta tashu, nuk mund të sulem familje. Dakord jam me ty, edhe nuk ta kam kuptu dhe të falemindore shumë. Dje kam kuptu me një fjalem shka ke thonë edhe fillë, unë s'm vinë shumë. Po, bre. Se s'ki nevoj një herë më mirë me ta. Edhe një dy, Alba, një dy, këta pëmbrojnë, ata pëmbrojnë, këta pëmbrojnë. Kalëzoj loja tonë. Alba, si ka rënë loja në ja shefet videot, ja shansa me folë në blogit, ja shansa me folë në prime.
Ta kallzoj rastin, 5 herë. Jo, s'foli unë se kanë qitë video që shdu, hajde. Çfarë ka dosh me qitë të video të me Po gjenë? jarë ma shansa me fol? Jo, se aja për në shënë kështë edicionin faj, se të i mbrojtë sanë, po a jarë shansa me fol? Alba ka një aftësi për t'i kthy situatat nga vetja. Prej Pra, sotit në e atë kemi rast- Olben nga tim. në atë Jo bana jam rast- hapur, me gjes drejt dosh, unë Nga s'gatuj që mo. doli blof dhe e kuptoj që Zgjidhja ishte arditit, blof, nëse doni me fol me arditin, e ktheu në folni me ta. viktimizim, që me Demek po i mbajnë me hatër, kështu që unë nuk flas dhe nuk merrem me ta. Thjesht tregoj forcën që se ka. Kaq. Unë e kisha qujtë ryshe e pranoj humbjen. Kush? Alba. Alba. Au. Qa me bo, Ludo? Edi. Jo, po. Zgjidh me pranu Jo, po humbjen. mos Kur t'ja ajo për dedikojmë nëshmon për edicionin dhe me kënë të bojtë. Për ka ba për fillimin, që Ka se jeni ka ba? jo, a jeni jo 3 djemë të prezidentat juve një Ma, bojtë? atë ku me morë, unë s'kam lek i shketi. Po thamë, për qatë pjesën e video. Ku me morë, me kënë, unë, s'kisha një hiç, Do, a di qa është esenca, se do me thonë, nuk kam hiç, me përmirësu.